Artizania dhe kostumografja Lirika Pojani ka krijuar një hapësirë të veçantë ku tradita, veshjet popullore dhe trashëgimia kulturore e zonës ruhen dhe përcillen ndër breza. Muzeu i hapur prej saj po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë të huaj, të cilët shfaqen interes për të njohur nga afër historinë, veshjet tradicionale dhe mjeshtërinë artizanale shqiptare. Sigurisht kjo punë e madhe me kostume do finalizohej në një ambient. Tani së shpejtmi në qershor unë kam hapur galerinë në zemër të pazarit, ku shikoj interes për të treguar të gjitha kostumet e zonës sonë. I kemi xhevair, i kemi me një vlerë, i kemi perla, jo vetëm të Korçës, po të gjithë folku të Shqipërisë. Turistët këta të rastësishëm janë nga Franca, Gjermania dhe Hollanda. Ka interes. Kjo galeri do shërbej jo vetëm për komunitetin, por për të gjithë turistët që vinë nga Tirana, Berati, Lushnja që vizitojnë Korçën në fundjavë. Them se do t'i transmetoj të gjitha ato bukuritë që ka etnografia e zonës sonë. Përmes punës së saj ndër vite, Lirika Pojani ka mbledhur dhe ruajtur objekte dhe kostume që dëshmojnë pasurinë e traditës vendase. Vizitorët që ndalen në këtë muze nuk njihen vetëm me veshjet, por dhe me mënyrën se si ato janë punuar dhe me historitë që mbart secili element. Shiko ornamentet e kostumit të kolonjës. Flasin vet per. Kurse këtu është kostumi për djem i devollit. Ky është ertir që bëhet në motive origjinale dhe që ndiset sipas motiveve që ka jeleku i zonës. Ky është i devollit, ka të gjitha ornamente siç ka pasur. Për Lirikën, muzeu është më shumë se një koleksion objektesh, por dhe një mënyrë për ta mbajtur gjallë traditën dhe për t'u përcjellë ato brezave të rinj.